E minister, bost mirë uj koliqi kështu. Uj kollaku, po. A uj kollaku, nga keni rënjën ju mramur kështu, një vipjen ajrore. Ju keni ndjelë kurën tuaj mërgatën, tani jeni minister edhe i mërgatës, pequ i mërgatës. Diasporës, me gjuhë tre, po. Cilat janë planët, qka synoni për mes kësaj ministrije? A është e mjaftueshme për juve? Na jem, kur ke ardhë dhe ti edhe kur im shku në fillim edhe kur keni ardhë ju në fillim me koncertu e mani men diasporën e kemi pas kryesisht njerëz, po them kushtimisht vujtën, punëtor krahu, njerëz që menzi kanë bjetu atje, kanë ndihmu familjet këtu. Sot është një mburje madhe me shkune për diasporë dhe me pas sa kanë mri. Do thotë qoftë në Gjermani, Austri, Zvicër, politikisht i kemi njerëz në për sistem, janë do thotë dikun deputet, dikun pjesë partive politike në biznes, disa prej kompanive më të mëdha, për shembull ndërtimit, disa bizneseve tjera në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Amerikë, janë të Kosovës ose të viseve tjera shqiptare, do të është komplet një diasporë tjetër që kemi përjetuna në fillim. Do të edhe diçka tjetër është, ne i themi diasporë, mirë po nëse shikon me numra, përmi gjysa e popullsisë tonë, përfshi Shqipërinë, po flas Maqedoninë, i kemi jashtë. Në mënyrë më shumë gati kemi jashtë, më shumë jemi na diasporë se ata atje, do të është një pjesë e madhe e popullsisë është jashtë. Edhe nuk janë pjesë e qeverisjes këtu në kuptim të drejtave politike, nuk kemi mundësu aty me marë pjesë në jetën politike në Kosovë. Ata kur farë nevoje tjetër për nesh nuk kanë. Dy nevoja e kanë. Me përfshin jetë politike, me ja mundësu me investu këtu. Pjesa e aspektit përfshijes në politik është diçka që besoj do të kryjmë shumë shpejt, si të futet në procedurë ndryshimi ligjit zgjedhor. E pjesa e investime është diçka që duhet me ju të këthy të lajmet mu hjekaj që ajo CV-ja që lypshin në televizion që du të me hjek aspektin e korupcionit ose kërkesave që usesim në njerëzve qoftë diasporës, qoftë investitorëve të huj kur vinë këtu. Pra nuk kemi të bojmë kur fa mënyre diaspora për para ka pas nevoj me i përkra, në çdo mënyrë, edhe shpirtnisht, edhe sot diaspora ka nevoj për ne vetëm për këto dy. A keni një plan strategjik të formësuar, të përgatitur në këtë raport? Do të thotë plani sa i përket ndryshimit ligjit zgjedhor ekziston, ka marrëveshje, do të thotë jo marrëveshje, po dakordim me gjitha partitë politike. Ç'është do të inkuadrohen ata, inkorporohen në jetën politike? Ose do të ketë lehtësim edhe lehtësim substancial në pjesëmarrjen zgjedhje, ose do të ketë ajo që është tu diskutuar në Shqipëri, që të ketë një pjesë të veçantë në Kuvend të Republikës Kosovës, një numër të caktuar deputetëve që do të votojnë në diasporë për diasporën, dhe do të jenë deputet diasporës drejt për drejt, duke pas paraqysh do të thotë edhe numrin e qytetarëve që i kemi jashtë, edhe pjesëmarrjen e tyre në ekonomi, do të thotë nëse shikon vetëm vitin e kaluar, 750 milion janë tyra drejt për drejt të regjistruar nëpër banka. Nëpër banka. Po flas vetëm nëpër banka që i ka Banka Qendrore e Kosovës. A na e dim që edhe sa vjen këtu në përgjepa, edhe sa vjen si investim i drejt për drejt, tu ble banesa ose tu ble diçka, do të thotë diku primi 1 miliard është kontributi vjetor i diasporës të ne, kurse nuk kanë kurfar drejtë politike në pjesëmarrjen e vendimarrjes në Kosovë. Kjo duhet korrigjohet. Edhe dyta, siç e thash, pjesa e lehtësimeve për ta të investojnë në Kosovë. Ne kemi raste kur ata vinë, privatizojnë objekte, ju uzurpojnë dhe shteti nuk lëviz, dhe to janë disa aspekte që edhe ju kemi premtuar dhe do t'i kryjmë. Sepse është një potencial shumë i fuqishëm, një fresh kapital, ju thatë diku 1 miliard, unë nga përvoja për ju thamë, zamës kryeministër, edhe kjo është mëse vërtet, që shumë se 750 milion vinë për gjepa, se të gjithi bien ka 5.000, ka 10.000 minimumin kur vinë, që vinë në pushimet e tyre. Dhe ato e një investim këtu, se këtu blihet, këtu hahet, pihet, pushohet, e kështu me radhë. Si me bani cirkullus viciozus për këtë kapital fresh të fuqishëm që nuk e kanë shtetet tjera. Mërkada italiane, Italinë ka bo shtet fuqishëm pikrisht kështu. Po pra po thëmë, mësme qenë këta na si shumë as këtu, në aspekt financiar. Do të është kontributi kyç i ekonomisë në Kosovë është diaspora jonë. Po prap ka fuqi, do të po them 5 deri në 10 fish, kjo që vjen, mund vjen me metoda tjera, do të hapjes të mundësive për investim. Ata sot investojnë në Gjermani, rritin biznesën në Gjermani, një pjesë të vogël tyre me këthy kanë ne, kish me qeni edhe për ta edhe për ne
një kontribut jashtëzakonisht i madh për ekonomi. A ke arriti ta kosh janë këto rrjetet e bizneseve, është ky unioni i bizneseve në Gjermani që është shumë i fuqishëm? Për shembull, sot janë këtu, edhe janë gjithë javën këtu, i takojmë vazhdimisht edhe janë shumë të interesuar edhe kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë. Është i Bekim Brestovci që unë kam mikë të mirë që është. Edhe është një djalë jashtëzakonisht, familja Viça, jashtëzakonisht njerëz të zot edhe që kanë mbrije atje, po them nuk është zoti Brestovci është detyruar me marr pozitën se asnjëri s'ka dashur në zonën me punë tyre, kanë mri biznes shumë. Mirë po fatmirësisht kanë gjetë ka pak kohë që të merren edhe kontribuojnë çdo ditë me punësim njerëzve që i marrin për këtu i dërgojnë atje me punu. Edhe me investimet që i bojnë këtu. Tash këto investime që i përmene, se je edhe minister i investimeve strategjike, a i ki si zavendës kryeministër këtë kaptina si minister? Si minister. Si minister. E si zavendës kryeministër, cilat janë detyrat e Dardan Gashit? Çështjet politike. Çështjet politike, apo merrni vesh? Po duket që s'po merrni vesh mjaftueshëm. Po, kryesisht merren vesh, po si çdo familje ka ndonjëherë. Mirë, e kur ka mosmarrveshje kush pëndreq? Dardani përsëriset, Dardani i bashkoj? Jo. Dhe nuk ka mosmarrveshje të tilla që s'ndreqen. A ka balans, kush po mban balans? Tash jemi erdhukja. Tash kemi Na lanë gjysë. Ku e ki atë motër? Ku e ki atë? Në Amerike kam. Në Amerika? Që ministri i diasporës. Tia Unë kam qenë në thoni mërgatës. Pa Dardoni që kjo? Që kjo është Dardoni? E ke rritë dhe këto. Pasha. Qëshie? A je mirë? Pasha shpesë këna po të vjetë ty bet njofta. Qëshie? A je mirë? Mirë këke. Po, si të rita. A je mirë qashtë të kesh, mësë nga bëqa të tyrë. Jam që nga të në jullë, bre. Po. Mosë të të kjo dhe altime të që nuk të rëpë ty. Anira. Minister qështë kam? A je mirë. Edhe zëvendës minister. Edhe minister diaspore. Zavendës kryeministër, ka qenë dikur edhe zavendës minister, ka qenë minister i ambientit, do me thonë, punët me puna dhe i planifikimit hapsinor, ja sa liu e din sakt. Qështoj thoi si këta telefonat me 10 kartela, gjithë shka këka kë. Apo, Përsi u lek ju konë qeveri. Kur që ka kalzu, bravo, bravo. Ne, pe kalzej Barcelet, Allah hida për nërë me kalzoj Barcelet. Pe kalzej Barcelet. Hajde. Brazili erë me lu me Kosovën, a përdin? Po. Na tune Ronaldinho stajnë. Edhe tash Ramadani u dashke me lu Ronaldinho. E për thet, aj, trajneri, tha. Qëre, adina i që u shtrelejtor, se më i përkesh ati fërëna? Të si tonë shtupa përbajat, dhe gëhe për dijune. Edhe tha, Ramadan, ruje Ronaldinho saj nasus. Ta shaj për stresi, vodka njerë për Brazilin. Hëpe gjunaj, Ramadani, tu do është me hek të për tja roz veti gulla, rap. Ani nuk u bonomi se trajneri mirë është hes. Hëpe dhe i kërnjerë, hëpe Ramadani trajneri. Ma se unë i Ronaldinin për unë e Ramadani. Se në figu. Që do thot? Ja, na jena të rupë i tuve, për përna rosit duhet, na jena. Kosht ta? Më se mështë i personal, se pasha zoti ju më dhimu duhe. pasha. O pasha shpirtin e në thik ministrat, kërë ministri. E qa mirë me politikë fort të mdhime, se na popli fort nuk jena stabil. Po? Po të kalzena e. Që? A ke po, kur cilojna më knaq. Lejmë po, Po s'na leta të rrugat me rrit. more, ishë rroga, dhe veç ata që përmeni pak si nëzizës, Edhe atu për në përni, se që të rroga me herën përmenje, përmeni të ndera, le të morin, djoli ka mësue, plus ka studiu jashtë, se mësë me mortash, merë sot mëne, shqyqër zë kobal. Turinera. Që që përta shpejtije, shka të mënë shkur më stanim, për të kalzej drejt. Vishterna dhe neve. Ani, Qa të me qatë hajsh. fullë më se mizur. Jo, e din që kjo, e din që kjo. Qysha dhe që E din kjo. që kjo. Ja, Jo, pasha. Jo, Që se mua në këmë dashë, o E kom maj njoft mirë. profesorin, babajnë e ti që ka qenë shefi albanologjisë në. Qka? Qysh? Po ne. Jo që nuk je Ja. Skenderen. Po me zëtë Skenderi si sot, kur jem ullëne, dialektologi me mësu ato sa e koni vak. Ja, se koni më velit. Ju ka përsi më s'kena Hirsenin. Me s'kena Hirsenin ju ka përsi. Ama hirë minister, Unë a ini të kujdes fort për kachika. Qysh? Pse? Po ky... Në shërish për hojnë atas Për kachika, mish, për më në me gjusë. për mish. Për qëta mishi pak. Ta më gjithë kushtet e liga, ta më në i bënëm kushtet. Na hongër bile tha salioj se fi për tuta për kërsta dikën.
Ku kërsi? Sesku i trandudo në të tjetë dhe tha mishi e rrugë, tha gjithë që më gullum. Mishi fresh. Po, i bo në mkush Që në shka thonë bre, për s'po përmeni, se si naj kur ti vje puna me ungën mysht, a i qesin sy gjak, pa din a i. Po, je për në aty vonë në hinë mështë në kaqika i në konë. Pile që ta mështu helma i shqipera, ta... A di që anë rrimet kjo ven, se ty mu bo mirë. Cili ven, a qitu se për jetu e prek qitu, a kë ven Të kështu? nëjmë kjo ven i be Kosova. A di që, se në pjesën geografike, ven si Kosova, për jo vëllo besë nuk ka. Dash na jem, me shka dush bërë di që ishi mirë, veç, a di kur ka më bo mirë këtu? Kur? A di në minister kur ka më bo mirë? Këtu ka më bo mirë? Kur bre? Nuk i dihet, kura më mirë? Tu të goja. A kosh, qëve, për shpresa një me, se... Për shpresa? Ka je shpresa, për din, a je shpresa që kena? A din? Ka Jo, din? jo, s'ka. A ka mirë gjallaj se bahat për kitë ven. Ka mirë. A bëhet mirë bre, posh, tjetë në, ka Pas, pas.